Sa do të ndryshoj tani tërësisht temën e këtyre informacioneve për të zhvilluar një bisedë të drejtë për drejtë në studio me deputetin e Partisë Demokratike, me zotin Luan Baçi. Zoti Baçi, përshëndetje, faleminderit që jeni këtu si fillim. Kënaqësi, faleminderit juve. Ju e kërkoni prej kohësh Ramën në Kuvendin e Shqipërisë, një herë që u shkon Rama, ju nuk jeni të pranishëm. Dakord me këtë vendim të grupit për të mos marrë pjesë në votimin e amnistisë penale, që duhet thënë se veç të tjera shpërfitojnë edhe persona të cilët në fakt ndoshta kanë të nevojshme për të dalë nga burgu? Nuk kishte ndonjë vendim të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Jo, fakti që s'është askush nga ju do të thotë që kam përshtimin që shkon sipas një vendimi. Fakti nuk është ky, në fakt se po të marrim historikun e zhvillimit të ditës sot me shkrejt ndryshe, pavarësisht se kishin futur në rendin e ditës rreth 21 pika për të kaluar, e nisi kryetari i kuvendit ashtu siç dita nis vetëm ai duke provokuar opozitën dhe qysh në krye të herës nuk lejoi të zhvilloheshin as interpelancat e kërkuara nga deputet të Partisë Demokratike, kur kërkuar fjala për procedurë dhe filloi që mos të jepte fjalën për procedurë. Dha fjalën për replik dhe pastaj nuk të fjalën përsëri për replik deputetëve të Partisë Demokratike. Dhe në këtë rast, deputetët e Partisë Demokratike të gjithë ne u ngritëm dhe i kërkuam llogari në kuptimin e plot fjalës, në bazë të rregullores duhet të jepte fjalën për replik dhe pastaj të vazhdonin procedurë. Kryetari i kuvendit ngulte këmbë në mënyrë të qëllimtë dhe pas këmbguljes ndërpriste seancën 10 minuta pushim, thoshte largohesh. Kthehesh prap dhe fillonte prap nga e para dhe jo aty ku e linte. Dhe gafën më të madhe, nuk ishte gaf, po në mënyrë të qëllimtë e bëri, ose nga padituria, kur erdhi dhe tha do të kalonte për votim të gjitha pikat e rendit të ditës, ndërpreu diskutimet në mënyrë të parregullt, u bë gati për të votuar dhe në moment kur pa Taulant Balla që nuk kishte numrat e duhur në sallë për të kaluar amnistin, pasi duheshin 84 vota dhe nuk e kishte votat e duhura në sallë, ngrihet dhe thotë që do të shtyhet votimi për në orën 18:30, kur ora ishte 17, kur ne ishim aty. Në një kohë që kishte deklaruar, kishte hapur votimin kryetari i kuvendit. Pra kjo është çmenduri, po ta mendosh, një kryetar kuvendi, një institucioni më i lartë që ne kemi, bën çuditëra të tilla. Dhe kryetari i kuvendit pa pasur problem fare duke i kërkuar Balla shtyrjen, thonë po e shtym deri në orën 18:30. Me çfarë të drejtë? Futet tani në votim dhe nuk e votat dhe të dështonte atje të tregonte përpara qytetarëve që nuk janë serioz. Pse nuk i dha votat tuaja zoti Baçi? Ne nuk ishim pranë kuvend se nuk e dinim se kur do të fillonte kuvendi. Në rastin e parë, pra, nuk ishin votat, Balla tha nuk ishin votat sepse ai mori të mirëqenia vetëm votat e Partisë Socialiste. Ata bëjnë llogaritë e tyre, nuk bëjnë llogaritë tona. Ata nuk e dinin se si do të votonin ne. Nuk është se kishit një vendim kundër apo pro për të votuar. Nuk ka pasur vendim fare, madje një nga kolegët tanë deputet në komisionin e ligjeve që është dhe është një nga deputetët që është do të thoja shumë i përgatitur në ligjet, Arjan Ndoja, deklaroi në komision që unë do t'jap votën pro. Pra, nuk kishin probleme të kësaj natyre neve, por mazhoranca, si mazhorancë kryekput e korruptuar, do ta quaja, se korrupsioni nuk është thjesht në para, korrupsioni ishte edhe në rregulla, korrupsioni ishte tek ligjet dhe zbatimi i rregullores së kuvendit. Dhe pret që të vinte kryeministri për arsye se kishin frikë se edhe Spiro Palin që e kanë aty e di që ndoshta u stonon dhe nuk u jep votën. Por votën e dha kam përshtypjen sipas. Nuk e di, nuk e kam ndjekur, ishte një kështu mendim. Jo, se janë 86 vota bashkë me 3 PSD-s që i dhanë. 84 kanë votuar. Sepse mungoi Koçeku dhe zonja Balluku. 84, po dhe zonja Balluku i ka një 4 muaj që s'vjen në parlament, që në fakt duhet të vinte në parlament dhe të ballafaqohesh me kolegët deputet që të vetët atje, po dhe me opozitën për të dhënë llogari të dorëzohet para drejtësisë. Pra, flasim për një situatë jo të zakontë. Nuk mund të kapemi, jo se u kapët juve, po me ishte apo nuk ishte opozita në parlament, kur opozita ka qenë në parlament her pas here, ka debatuar, ka diskutuar, është ballafaquar, ka kërkuar llogari vetëm me interpelanca, ka depozituar projekt ligje për t'i miratuar, janë 4 projekt ligje në parlament që duhet të rishikohen dhe kjo është dhe një kërkesë e Bashkimit Evropian dhe kjo mazhorancë nuk i fut në rendin e ditës, i ka të depozituar aty, siç është ligji për paketën e maleve, për investime strategjike, për trashëgiminë kulturore, janë ligje që kontestohen fuqishëm tashmë edhe nga Bashkimi Evropian, që duhet të rishikohen. Mazhoranca në mendjen e vet dhe në punën e vet për interesat e tyre.
qartë. Zoti Baçi, ne e pam edhe protestën e cila është duke u zhvilluar në ditën e 19, qytetarët kanë patur mundësi ta ndjekin edhe përmes ekranit të Klan News. Sigurisht në çdo edicion ne kemi lidhje edhe me kolegun Enkel Xhangoli, i cili është duke ndjekur atje. Çfarë do të sjellë kjo protestë dhe në një farë mënyrë për te asaj dhe për te çfarë kërkojnë nga qeveria? A e sfumoi rolin e opozitës protesta e qytetarëve duke nisur ndoshta që nga gara e numrave? Pse në 19 ditë me radhë protesta qytetare, nëse mendoni dhe ju kështu, mblodhi më shumë njerëz se sa që ka mbledhur Partia Demokratike gjaty 13 viteve? Kjo punë e numrave ha diskutim, pasaj se ku ishin më shumë apo më pak, se Partia Demokratike, absolutisht Partia Demokratike ka organizuar protesta shumë të fuqishme në numër të konsiderueshëm njerëz. Më të fuqishme se këto. Që njerëzit tani kalonin godinat e ministrisë, nuk i mirë të vendi. Por më lejoni të them që se kam pasur asnjëherë kompleksin e numrave. Nuk ka rëndësi numrat, rëndësi ka që protestohet. Kjo protestë që po bëhet është një protestë krejt e veçantë. Absolutisht është një protestë për tu përshëndetur, është një protestë që e bën krenar popullin shqiptar për ata të rinj, të reja, bi dhe bia që kanë dalë dhe protestojnë, që janë të pa angazhuar politikisht do t'i quaja, ose të angazhuar politikisht më herët, por që atje kanë dalë të gjithë bashkë. Atje ka votus të Partisë Socialiste, atje ka votus të Partisë Demokratike, atje ka votus ndoshta të partive të tjera dhe ka dhe partive të tjera të reja, të asaj pjese që ndoshta janë edhe me qëllimet saktuara, po normal është për të qenë me qëllimet saktuara të partive tyre, por ka dhe nga ata që janë të pangazhuar politikisht, janë të rinj, të reja, janë familjarë që protestojnë për herë të parë. Dhe ajo protestë është një protestë vërtet qytetare, një protestë e bukur të ta quaja, me të rinj që vazhdon prej ditësh të tëra. Se nuk e frymëzoi opozita këtë protestë qytetare me të rinj, zoti Baçi, se ju keni provuar, keni bërë foltorë çdo të hënë, keni shkuar në të njëjtin vend ku janë duke protestuar qytetarë, dhe ne nuk e kemi parë një reagim të tillë ose një frymëzim të tillë në protestat e opozitës. Shumë e drejtë pyetja juaj, nuk besoj se unë vijem në pozicion të vështirë për të argumentuar këtë pjesë. Më vjen dhe keq normalisht që kjo pjesë e qytetarëve që absolutisht janë ftuar gjithmonë nga Partia Demokratike, ftesa tona ka qenë të prehershme dhe ka pasur një pjesëmarrje goxha të konsiderueshme, se protestat ka pas Partia Demokratike nuk ka qenë thjesht protesta politike me trupën politik të Partisë Demokratike. Ato ka qenë protesta përtej trupës politike të Partisë Demokratike që mbushej sheshi. Por që të ishte akoma më shumë. Por mos harroni, dhe ne nuk kemi si ta verifikojmë, por jam i bindur se shumë nga ata protestues që atje që janë sot në shesh, kanë qenë dhe në protestat e Partisë Demokratike. Ka dhe nga ata që ndoshta s'kanë qenë asnjëherë për protestat dhe të kanë dalur. Pra nuk është se Partia Demokratike nuk i stimuloj, nuk i solli dot në protestë të gjithë ta njerëz. Gjithmonë ka dhe do të ketë njerëz qytetar që dalin në një protest, po nuk dalin në një tjetër. Vjen në një protest, po nuk vjen në një tjetër. Kjo protest është krejt e veçantë. Nuk ja mohojnë të drejtën. Kjo është një nga arsyet që Partia Demokratike e ka mbështetur protestën e qytetarëve, madje nuk e kemi mbështetur vetëm thjesht me fjalë dhe me deklarata, por duke bërë dhe thirrje gjithë mbështetësve tanë, gjithë demokratëve të marrin pjesë në protestë si qytetar të zakonshëm. Ç'mendim keni për thirrjet e bulevardit që janë përgjegjës një lloj për tranzicionin 36 vjeçar dhe për çfarë i ka ndodhur Shqipërisë edhe Edi Rama dhe Sali Berisha? Është e drejtë e çdo qytetari që të jap mendimin e tij ashtu siç e mendon ai. Dhe absolutisht nuk kam ndërmend t'i kontestoj në atë se çfarë thon, pavarësisht se më pëlqen apo s'm pëlqen mua, se kjo është demokracia. Njerëzit thonë atë që duan dhe atë që mendojnë që është e drejtë. Por më lejoni të them vetëm një fakt. Një protestë e organizuar kaq bukur, kaq fuqishëm nga qytetarët e vet, është mirë që të fokusohet aty ku është fokusuar tek qeveria, tek regjimi. Se të fokusohesh tek opozita nuk sjell asnjë gjë të mirë, as protestës, as nuk sjell një gjë të mirë për nesër. Për arsye se opozita është në të njëjtat kushte siç janë dhe ata qytetarë që janë aty. Pra nuk kemi asnjë lloj ndryshimi. Jemi përballë një regjimi. Dhe gjithë qëllimi është rrëzimi i këtij regjimi, dorëheqja e atij kryeministri. Ti kundërvihesh opozitës, mund ta bësh përgjegjëse opozitën për pjesën që ka qenë në pushtet. Por për pjesën që ka qenë në pushtet, opozita, Partia Demokratike ka marrë ndëshkimin me vot, ka kaluar në opozitë dhe tashmë jemi në vitin e 14. Jemi në vitin e 14 të opozitës. Patjetër që e kërkojmë sërish, patjetër që kemi reflektuar mbi të gjitha problematikat, gabimet që kemi bërë, fajet që kemi bërë, ka reflektuar Partia Demokratike dhe nga ajo futet përsëri në garë për të provuar veten. Por nuk besoj se i sjell të mirë që të sulmohet opozita
ose të relativizohet opozita bashkë me pushtetin, me qeverin dhe të goditen të dyja. Pra këtu diçka nuk shkon. Pse nuk e mbështetet që në fillim, zoti Baçi, po ndërhyj shpejt sepse nga që filluan pak me vonese dhe duhet të konsumoj gjitha pyetjet që kisha parashikuar për ju. Pse nuk e mbështetet që në fillim protestën e qytetarëve? Që në fillim është mbështetur? Duke mbështetur fillimisht investimin në Zvërnet si ishte arsyeja kryesore e protestës. Që në fillim është mbështetur? Fakti që ju mbështesni arsyeën pse protestohet, që ishte investimi në Zvërnet, që të jemi korrekt. Si gjithmonë. Është mbështetur nga Partia Demokratike kysh në kryet herës. Investimi në Zvërnet. Edhe investimi patjetër, edhe mbështetet investimi, që është arsyeja e protestës, dhe pastaj edhe mbështetet arsyeja për këtë protestë. Një minut. Investimet e huaja janë mbështetur historikisht, do të mbështeten nga Partia Demokratike. Dhe unë personalisht jam shumë pro investimeve të huaja, por gjithmonë në bazë të rregullave të ligjeve, në favor të qytetarëve dhe në favor të këtij vendi. Ai që del dhe thot sot që është kundër investimeve të huaja, unë nuk arri do ta kuptoj pastaj se si mund të zhvillohet ky vend. Kur ne deri dje ne kemi qenë ata që kemi thënë shpesh herë me të drejtë investimet e huaja janë shumë të pakta në këtë vend për arsye se nuk ka siguri, ka ndërhyrje të qeverisë me tatimet, ka pabarazi për investitorët e huaj dhe kështu kanë qenë të shkëputur. Në rasti kur kemi investime të huaja serioze, dhe rasti konkret është një investimi huaj serioz, një kompanie shumë serioze, absolutisht që është marrëzi që ta kundërshtosh. Por jo që ky investim dhe kushdo investim tjetër të jetë në disfavor të qytetarëve, të jetë në dëm të ekonomisë shqiptare. Kjo absolutisht që është e papranueshme dhe ne kemi mbështetur edhe opozitë, protestën ndjes, por kemi mbështesim dhe investimet e huaja. Dhe të bëja dhe një gjë tjetër. Partia Demokratike ka folur edhe për investimet tjera. Pse flasim vetëm për investimin në Zvërnec dhe nuk flasim për portin e Durrësit, Durrës Marina, që ka një problematik shumë të madhe dhe këta qytetarë dhe gjithë opozita dhe Partia Demokratike duhet ta kishin kundërshtuar siç e kemi kundërshtuar edhe në parlament. Pra, investimet huaja janë, por të jenë investime në favor të qytetarëve. E qartë. Zoti Baçi, jeni dakord me kupolën drejtuese të Partisë Demokratike? Keni qenë nga ata që keni thënë gjithë ekipi i 11 majit 2025 duhet largohet, pavarësisht se thonin që zgjedhjet janë vjedhur, por nga ana tjetër duhet të ketë pikërisht edhe përgjegjësi. Të bëjmë një kompromis në kuptimin e mirë të fjalës. Nuk ka largim te Partia Demokratike. Kam folur gjithmonë dhe vazhdoj të flasi, qëndroj, jam koherent gjithmonë ato që them, duhet të ketë një rifreskim dhe një rikuperim të ekipit drejtues të Partisë Demokratike. Bëm zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike, që janë zgjedhje një antar një vot si në pak partitë të tjera, rikonfirmohet dhe u rikonfirmua kryetari i Partisë Demokratike doktor Berisha, që për mua është një nga zgjedhjet më të duhura, më të domosdoshme që ishte dhe kam qenë mbështetës në drejtim, por e kam thënë shpesh dhe vazhdoj ta them, kryetari i Partisë zoti Berisha ka tagrën tani, ka dhe kompetencën për të nominuar të rinj në drejtimin e Partisë Demokratike, në drejtimin edhe në drejtimin e partisë. Por në drejtimin e partisë në gjithë strukturën drejtuese në kryesi. Po në postën e kryetarit? Apo kryetari u rikonfirmuar? Po kryetari zgjedhur, pra s'kemi një muaj që kemi zgjedhur, se të gjithë e keni mendjen te kryetari. E keni zgjedhur, e keni rikonfirmuar, se zgjedhja është kur zgjedh midis dy gjërave, zoti Baçi. Zgjedhje e rikonfirmimi. Unë kam dëshirë fjalorin dhe i hyj hera herës sa herë që kemi pikpamje ndryshme. Absolutisht nuk ka asnjë problemi ajo punë, se edhe po të kishte një kandidat në garë, kemi thënë me 10 herë, do të kishim rezultat akoma më të mirë, ose të njëjtë rezultat, nuk ndryshon dhe asnjë gjë në këtë drejtim. Po, e keni parë, për ta mbyllur, e keni parë vendimin si antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e keni parë me sy tuaj të shkruar e zeza mbi të bardhë vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit që i heq non-gratën Sali Berishës? S'është e nevojshme për mua, nuk ka rëndësi fare, kam thënë shpesh herë, në këtë studio kemi qenë, ju kam thënë që non-grata e Sali Berishës është një sajese turpshme e Ramës me Sorosin, me Gonigalin, dhe absolutisht de facto nuk ka qenë asnjëherë non-grata Sali Berisha. Sali Berisha, edhe atë që kishte një të shkruar atje e zezë mbi të bardhë, është konfirmuar nga e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane që nuk ekzistuar më dhe Sali Berisha është i lirë të lëvizit vetën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kaq mjafton, besoj unë, dhe kjo ishte një arritje vërtet e Partisë Demokratike. Unë nuk do ta quaja personale e Sali Berishës, se goditja e Sali Berishës nuk ishte thjesht si individ, por ishte të godiste opozitën dhe Partinë Demokratike. Sot nuk e kam Partia Demokratike atë njollë që kryetari saja që e përmendte gjithmonë Rama dhe që thoshte, moj, kalon dot oqeanin, ja që kalohet oqeani. Se dim akoma.
Presit, faleminderit shumë të Baçi që ishte me ne. Ishim me Eluan Baçin, deputetin e Partisë Demokratike, i cili na u bashkua drejt për së drejti në studio. Vetëm një ndërprerje pak minutëshe dhe rikthehemi në transmetimin e drejt për drejt me analizën e ngjarjeve të ditës.